Zakonisht, mbyllja e një viti shoqërohet me bilance të ndryshme, qoftë bilance politike, ashtu dhe shoqërore, bilance ekonomike, bilance familjare, madje edhe bilance shpirtërore. Dhe këto bëjmë me qëllim për të parë nëse përparësitë tona janë aty ku duhet të jenë, apo ndoshta nëse kemi devijuar nga përparësia, të mund të kthehemi në drejtimin e duhur. Përparësitë nga ana ekonomike janë përparësitë të cilat ndoshta mund të kenë pasoja të përkohshme. Por nëse devijojmë nga përparësitë tona shpirtërore, problemet do të jenë të përjetshme. Dhe ka një histori në Bibël. Tani ne nuk do të lexojmë 3 kapitujt e Nehemias 10-13, por do të citoj disa vargje nga ato 3 kapituj. Ka një histori në Bibël gjatë periudhës kur populli i Izraelit ishte kthyer nga robëria babilonase. Ka ndodhur gjatë kohës Nehemias. Besoj se kemi dëgjuar për Nehemia, kemi lexuar nga libri i Nehemias, ishte një qeveritar caktuar nga mbreti persis për të qeverisur Judën dhe Jeruzalemin. Ishte pra në kohën e Nehemias, ndërkohë njëkohësisht në kohën e priftit Ezra dhe në kohën e profetit Malakia, sepse të 3 këta njerëz kanë qenë njerëz kanë jetuar në të njëjtën periudhë me të njëjtat ngjarje në kohën e Judës. Dhe historia që do të flasim sot është në kapitujt 10 deri në 13 të Nehemias. Dhe e njëjta histori përforcohet njëkohësisht edhe nga profeti Malakia në librin e tij të shkurtër profetik. Nëse duam të bëjmë lidhje midis kronologjike midis këtyre librave, Malakia flet pikërisht për Nehemian 10 deri në 13. Gjysma e parë e librit të Nehemias, bëj pak një hyrje të shkurtër, gjysma e parë e librit të Nehemias flet për ndërtimin e murave të Jeruzalemit. Deri në kapitullin 6, aty dhe kapitullin 7, një pjesë e saj, ndërsa gjysma tjetër e librit të Nehemias flet për rëndësinë e çështjeve të kombit hebre që nuk do të kishin kuptim sikur të mos ishin ndërtuar muret e Jeruzalemit. Dhe do të ndalemi në periudhën kur kishin përfunduar ndërtimin e mureve në Jeruzalem. Është pra fundi i muajit të 6 sipas kalendarit hebraik, ndërsa me kalendarin tonë bie diku nga fundi i muajit shtator. Edhe ngjarjet njëkohësisht zhvillohen në fillim të muajit të 7 me kalendarin hebraik, ndërsa me kalendarin tonë thon në fillim të muajit tetor. Pra kemi Nehemia 6:15 flet në fund të muajit të 6, ndërsa Nehemia, fundi i Nehemias kapitulli 7 dhe Nehemia kapitulli 8 vargu 1 deri në 2 na tregon se çfarë ndodhi në popullin e Judës në fillim të muajit të 7. Aty na thuhet Nehemia 8:1 deri në 2, atëherë tërë populli u mblodh si një njeri vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pastaj shkruesit Ezra të sillte librin e ligjit të Mojsiut që Zoti i kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezra solli ligjin para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Dita e parë e muajit të 7. Dini se çfarë vit është në kalendarin ton? Dita e vitit të ri. Dita e parë e muajit të 7. Ndyshe quhej në traditën hebreje quhej festa e borive. E kemi të njëjtën ngjarje tek Levitiku kapitulli 23, vargjet 23 deri në 25. Ishte një ditë e tillë në Judë, një ditë si puna e kësaj dite tonë. Vetëm se ishte një datë kalendarike, por edhe për hebrejt, ajo datë, dita e parë e muajit të 7, ishte një ditë ku ata mblidheshin së bashku për të bërë bilancet si kombi i Perëndis. Për të parë se si ishte marrëdhënia e tyre me Zotin. Ishte një ditë rrëfimi mëkatesh, një ditë vajtimi, një ditë pendimi, një ditë gëzimi, një ditë ku ata freskoheshin në ligjin e Perëndis. Edhe njëkohësisht në muajin e 7 nuk ishte vetëm një festë, por kishte një seri festash. Festat më të shumta në ligjin hebre ndodheshin pikërisht në këtë muaj të 7 të kalendarit hebraik. Ishte festa e parë, festa e borive, apo dita e vitit të ri, dita e parë në muajin e 7, pastaj në ditën e 10 ishte dita e Yom Kippurit, ose dita e shlyerjes së mëkateve, dita e tharjes së mëkateve,
ishte dita ku Hamasi sulmoi Izraelin në tetorin që kaluam në këtë vit. Pastaj në ditën e 15, nëse nuk gaboj, ishte dita e festës së kasolleve që vazhdonte për 7 ditë rresht. Edhe në fund të kësaj feste ata mblidheshin përsëri, lexonin librin e ligjit disa herë gjatë këtij muaji. Edhe mbas kësaj feste lexonin librin e ligjit disa herë të tjera. Pra kishte një mori festash, ku ata mblidheshin dhe bënin bilancet si kond i Perëndis. Dhe e gjithë kjo kohë studimi, leximi e ligjit të Perëndis, e gjithë ky reflektim mbi ligjin, ku shpeshherë ata vajtonin, qanin, rrëfenin mëkatet e tyre tek Perëndia, rezultoi në fund të kapitullit 9 dhe në kapitullin 10 rezultoi me zotime që populli i Judës mori për të ndjekur Perëndin. Unë ndryshe po i quaj rezultoi me 3 përparësi, të cilat ata i duan përpara në jetën e tyre shpirtërore. Kapitulli 10 i Nehemias, për shembull, na jep në vargjet 30 deri në 39 të 3 këto përparësi ose 3 këto zotime. Në vargun 30 është zotimi i parë. Atë na thuhet që ata vendosën të ndalojnë martesat midis tyre dhe popujve përreth. Shumë herë më përpara ishte thyer ky ligj në Izrael. Ishte një ligj që Perëndia ishte dhënë popullit hebre. Dhe prandaj ata morën zotimin, ne zotohemi që të mos kemi lidhje, të mos martohemi, të mos bëjmë krishterime, kombet që janë përretneshme, kombet pagane. Në vargun 31 ishte zotimi i tyre i dytë. Ata vendosën të respektojnë ditën e shabatit, si për vete ashtu dhe për tokën, të mos blinin, të mos shisnin, të mos ta punonin tokën atë ditë. Sikurse u zotuan për të ruajtur edhe pushimet sabatike, sepse kishte edhe viti 7 që quhet viti sabatik. Po ashtu dhe viti 50. Ishte viti i jubileut. Dhe së treti, në vargjet 32 deri në 39, është zotimi i tyre i tretë, ku ata vendosën të kujdesen për shërbesën në shtëpinë e Perëndisë. Domethënë për tempullin, duke paguar taksat, duke ofruar prodhimet e para, duke ofruar sakrifisa për të paralindurit e tyre, duke treguar kujdesin për pritërinjt, për levitët, madje edhe premtuan që në mënyrë të rregullt do të sillnin dru për zjarrin që duheshit për altarin e flimeve. Do të ishte një zjarr i vazhdueshëm, sepse flimet duhet të vazhdonin në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë të përditshme ndaj Perëndisë. Dhe shikojmë që në kapitullin 10, ata ishin kaq shumë të ngazëllyer dhe të mbushur me nevojën për të bërë atë çfarë ishte e dur për ta. Gjë shumë e mirë. Shumë e mirë. Kishte kaluar shumë ditë në bashkësi me njëri tjetrin. Nuk e di, a ndjeni një gëzim apo një trishtim kur largoheni nga prania e njëri tjetrit kur jeni në kish? A është një kohë kur jeni në kish, një kohë gëzimi? Për ta ishte një kohë e tillë kur ishin së bashku. Madje kishte kaluar kohë kur ishin fjetur edhe në kasolle. Sepse festa e kasolleve supozonte pikërisht lloj gjëje që të merrnin dek pemësh, edhe kashtet e të ndornin kasollet të jetonin në tokë duke rikujtuar kohën kur ata ishin shtektar dikur. Dhe në mënyrë të natyrshme do të pritet që të ngrihen me forcë të madhe nevoja që të rregullonin të gjitha ato gjëra që nuk ishin në raport të drejtë me Perëndin, sikurse lexova më sipër këto zotime të Perëndisë. Edhe vazhdoi mirë, njerëzit ishin mjaft serioz. Ishin serioz për të ndjekur këto përparësi. Kishte një përgjegjësi, na thot Bibla, që tek ata ishte një gëzim mjaft të madh. Dhe vazhdoi për të paktën për aq kohë sa Nehemia qëndroi si qeveritar, si guvernator mbi Judë dhe Jeruzalem. Them për aq kohë, se Nehemia ishte qeveritar mbi ta, sepse nuk ishte gjatë gjithë kohës me ta. Në kapitullin 13, po e lëm pak më njarë kapitullin 11 dhe 12, sepse flasin se çfarë ndodhi ndërkohë me disa gjëra të tjera, por kapitullin 13 na jep një tablo komplet ndryshe të asaj çfarë shikojmë në kapitullin 10 të Nehemias. Si dita me natën. Por është një tablo e vjetër që karakterizon njeriu e mëkatshëm. Tabloja flet se populli ishte kthyer në rrugët e vjetra të mëkatit.
duke bërë pikërisht ato gjëra për të cilat ata ishin zotuar të mos i bënin. Është pjatë e çuditshme. Në kapitullin 10 u zotuan që të mos kishin krushime komet përreth, u zotuan të kujdeseshin për ditën e Shabatit, u zotuan për tempullin. Në kapitullin 13 asnjë gjë nga këto nuk kishin vazhduar të bënin, i kishin ndaluar se kryeri këto lloj shërbesesh. Zero. Të mëdhenjve të vegjël, duke filluar që nga kryeprifti, Eliashab, pastaj priftorin, pastaj levitët, pastaj gjithë popullit, të gjithë nuk ishin, po them, kundër me Perëndin. Qoftë në një zotim, qoftë në zotimin tjetër, ose qoftë në një përparësi apo në përparësin tjetër. Tek të gjithë çalonë këtë marrëdhënie e tyre me Zotin. Ishin situatë për të qarë, sepse dukshëm e kishte pushtuar ajo lloj përgjumje që ishte vdekje prurse. Mëkati është vdekje prurse apo jo? Ndoshta disa e shikonin të gjë dhe u vinë keq, por nuk u ngrenin zëri. Bëni mirë? Ndoshta disa mendonin se nuk kishin fuqi për të ndryshuar. A bëni mirë që mendonin të lloj mënyrë. Disa të tjerë madje u shkonte për shtat me interesat e tyre personale, sikurse ishte kryeprifti Eliashab, që kishte lënë disa dhoma të tempullit tek Tobiahu, një pagan, sepse kishte bërë krushime të, që t'ia i përdorte sipas qefit të vet. Disa dhoma në tempull t'i përdorte një pagan, imagjinoni çfarë çmendurie. Njësoj sikur ta lëm kishën tonë gjatë javës, që të jetë një vend ku të bëhet një disko. Një ambient për disko apo për lokal, ku njerëzit mund të vinë e mund të pinë, edhe mund të dehen. Gjendja e popullit kishte arritur në këtë lloj pike, që kur Nehemia e pa, kur ai erdhi sepse ishte në mungesën e tij që këto gjëra ndodhen, u mbush me keqardhje, por dhe me kurajo që të thoshte, ndaj, mjaft, këto gjëra nuk kanë për të vazhduar që këtej e tutje. Madje ai filloi të qortonte, madje edhe filloi të shkulte flokët. Tekstualisht, u shkuli flokët. Dhe kjo situatë e shtyrë që ti mallkonte, madje disa dhe ti rrifte. Është e dukshme që disa ishin verbuar, edhe po ngurtësoheshin nga mëkati në një rrugë që ishte rrugë moskthimi. Tani, ju thash që Nehemia ishte qeveritar, edhe gjërat estin mirë për aq kohë sa ai ishte prezent në Judë. Nehemia kapitulli 2 na thotë që në vitin e 20 të mbretit Artaxerxes, të mbretit të Persisë, ai doli para tij edhe i shprehu trishtimin që kishte dhe nevojën që të mund të kujdesej për muret e Jeruzalemit. Edhe mbreti dëgjon dhe me hirin e Perëndisë e lejon që të shkojë dhe i jep letra, madje cakton që të jetë qeveritar mbi Judën. Dhe neve na thuhet që në vitin e 34 Nehemia u kthye në Jeruzalem përsëri, vitin 34 të mbretit Artaxerxes. Ose në vitin 34, më saktë, nëse nuk gaboj, vitin e 32 ai ishte larguar, kishte qenë për gati 12 vjet duke qenë qeveritar i saj, ishte larguar për të shkuar në Persi. Mendoj, sikurse thon disa komentues, që ka jetuar 10 vjet larg Izraelit, dhe mbas 10 vjetësh ajo kthye përsëri. Dhe kur kthehet, shikoni atë tablo që ne kemi tek Nehemia 13. Një tablo e frikshme. Nehemia kthehet dhe rifillon procesin e korrigjuarit, duke u përpjekur të rifokusoj në zotimet që ata kishin marrë në kapitullin 10 të Nehemias. Nuk bën asgjë të re. Vetëm po komungull me çdo mjet që lejon pozicionin, me çdo mjet që lejon Perëndia, që kishte shërbesa e tij që të binte çdo kënd që ishte në rrugën e gabuar të kthehej në rrugën e duhur. Vetëm se këtë herë ai bën diçka ndryshe. Përmbushja e zotimeve do të ndiqte një rend tjetër. Nga kapitulli 10. Ajo çfarë e bën është që ndryshon rendin e përparësive. Sepse ka përparësi mbi përparësi. Ajo që ishte zotimi i fundit në kapitullin 10, vargje 32 deri në 39, pra të mos braktisë në shtëpinë e Perëndisë,
tani është kthyer në çështjen kryesore në përparësinë numër 1 për Nehemia në kapitullin 13, vargu 1 deri në 13 flet pikërisht për të gjë. Dhe përparësia numër 2 ndiqet nga respektimi i ditës së Shabatit, Nehemia 13, 15 deri në 22. Dhe në fund, përparësia e tretë është mospërzierja në martesa me kombet pagane. Nehemia 13, vargu 23 deri në 30. E shikoni pra, ajo çfarë ishte e para tani është bërë e fundit. Çfarë ishte e fundit është bërë e para. Mund të pyesim, a kishte rëndësi vallë kjo gjë? Unë mendoj se po. Të tjerë ndoshta mund mendojnë që jo, por për mua kishte shumë rëndësi. Një shprehje u thotë që peshku qelbet nga koka. Apo jo. Edhe zakonisht kam pasur vështirë që të kuptoja si të dalloj një peshk që është i freskët nga një peshk që është i ndenjur. Sidomos kur ka shumë tregtarë në Shqipëri që shesin përpiqje të gënjejnë të mashtrojnë për të shitur peshk të ndenjur. Edhe i futa studimin për të parë në internet si të dalloj një peshk të mirë nga një peshk të keq, një peshk që nuk qelbet. Edhe gjë e parë që pash që mësova ishte që do ta shikosh peshkun nga koka. Do të shikosh sytë e peshkut, do të jenë të pastër si kristali, të mos kenë gjumë të kuqe. Dhe pastaj nga koka kalon tek trupi. Shikon në ngjyrën që ka trupi, apo pastaj fillon ta prekësh dhe me dorë trupin e peshkut, nëse ai është i butë, nëse kur ti e shtyp, edhe gjurma e kishte që ndron këtë tregon që është i ndonjë ka disa ditë kush në aty freskët. Nëse është i fortë tregon që është i peshk i freskët. Kur Nehemia erdhi, ai pa atë çfarë ishte në një farë mënyrë e pa kuptueshme, e pa dukshme për gjithë kombin e Judës. Ai e pa peshkun që po qelbej. Edhe është mjaft interesante gjua që na përshkruan Nehemia 13 se si e pa këtë peshk që po qelbej. 3 herë tek Nehemia 13. Në të treja këto përparësi që Nehemia caktoi, na thuhet në fillim të çdo përparësie që Nehemia pa, Nehemia vuri re. Kapitulli 13 vargu 7. Nehemia thotë, dhe u ktheva në Jeruzalem dhe kështu pash të keqen që Eliashibi kishte bërë për të favorizuar Tobiahun. Dhe deri në vargun 14, ai trajton pikërisht të keqe që kishte parë në lidhje me tempullin e Perëndisë. Pastaj në vargun 15 ai thotë, në ato ditë vura re në Jud disa që shtynin rushin ditën e Shabatit. Dhe këtu në mënyrë vazhdon deri në vargun 22 ku flet për përparësinë numër 2. Dhe pastaj së fundmi kemi përparësinë numër 3 në vargun 23 ku ai thotë përsëri, në ato ditë pash gjithashtu disa judej që ishin martuar me gratë të Ashdodit, të Amonit dhe të Moabit. Dhe fëmijët e tyre flisin gjuhën e këtyre vendeve. Të tre këto gjëra që ai pash apo vura re janë eksaktësisht një ndarje logjike e pasazhit për të kuptuar përparësinë, që janë të njëjta në kapitullin 10, por që kanë ndryshuar rendin e tyre. Tani çështja nuk qëndronte fillimisht se ata po ecën në mënyrë të mëkatshme. Kush nuk ecën, ashtu ndryshe po e them si besimtar, kush nuk kryen mëkat, kush nuk bën mëkat. Por ashtu sa jemi në tokë, të gjithë jemi mëkatarë, do të jemi mëkatarë thotë Bibla. Së pari, gjëja më e rëndësishme ishte që ata ishin për tokë në marrëdhënien e tyre me Perëndin. Nuk ishin askund në marrëdhënien e tyre me Zotin. Edhe kur ka marrëdhënien e tyre me Perëndin çalon, atëherë mund të presësh çdo gjë. Nëse nuk je në rregull me Zotin, mund të përpiqesh të premtosh çfarë të duash. Asgjë nuk e për të arritur. Do të shkosh deri diku dhe ke për të rënë. Do të ngrihesh 10 herë, do të biesh 100 herë, asnjëherë nuk e për të rezultuar me sukses deri në fund, nëse ti nuk ke një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Kur nuk ke marrëdhënie me Zotin, është momenti kur ka filluar procesi i prishjes për ty. Do të fillosh të mbash herë ose vonë. Kujdesi për shtëpinë e Perëndisë tregonte çështjet e thella të zemrës së tyre. Se çfarë vendi zinte në zemrën e tyre adhurimi i Zotit tek ata. A kishte Perëndia përparësinë në zemrën e tyre? Dukshëm, Bibla na tregon që nuk ishte e tillë. A ishte Perëndia më e rëndësishme se sa kënaqësitë e tyre të vogla? Domethënë që ti
ta shfrytëzor ditën e Shabatit, ditën e vetme për pushim, një ditë në 7 ditë, për të pushuar, për të shkollë, për të adhuruar Perëndin, ta përdorësh të ditë që të bësh pazar për të fituar më shumë para. Tregonte që qartësisht Perëndia nuk kishte përparësi në këto gjëra. Ose ndryshe, a kishte Perëndia përparësi mbi ta, sesa dëshirat e tyre mëshirore? Më pëlqen ajo vajzë. Nuk ka rëndësi nëse është besimtare, unë e madhe, më pëlqen sepse është e bukur dhe do ta marr për grua, edhe pse është një pagan, edhe pse është një person që nuk adhuron Perëndin tim, Perëndin e Izraelit. Qartësisht përparësitë e tyre ishin bërë lëmsh, sepse nuk kishin askund me Perëndin. Mënyra se si Nehemia veproi, më kujton Zotin Jezus në vizitat e shpeshta që bënte në tempël, dhe të paktën në një rast, na thuhet që ai u revërtua aq shumë në ato çfarë pa që ndodhi në tempën e Izraelit, në Jeruzalem, saqë thuhet që përgatiti një kamzhik. Nehemia u shkoi flokët, ndërsa Jezusi përgatiti një kamzhik. Një kamzhik tamam, një kamzhik. Një kamzhik që kur të godet të rreh, të lëndon. Edhe ju fut mbaren mbrapa çdo gjëje që gjetej në tempull, çdo gjëje që ai pa që nuk ishte drejt njerëzve, tavolinave, atyre këmbësve të parave, kafazet të shpendëve, të kafshëve, çdo gjë tjetër. Filloi një spastrim në fshesën e vetëmi. Sepse këto gjëra të gjalla, apo këto gjëra të vdekura, fizike, apo monetare, materiale, ishin një barierë apo një shpërqendrim që e kishte bërë fare të lehtë që populli i Izraelit të mos të adhuronte Perëndin në shtëpinë e tij në mënyrën e duhur. Edhe adhurimi i tyre, në fakt, si ishte kthyer si një kusht këmbimi. Shumë mund ta kthej adhurimin tim për Perëndin duke shkuar në tempull, dhe të blej një dele me shyrin më të lirë, apo një pëllump me shyrin më të mirë të mundshëm, duke bërë pazar për të, në mënyrë që t'ia ofroj Perëndis me atë gjë që mua më kushton më pak. Jo me atë gjë që më kushton më shumë dhe që më dhe më shumë. Jo me më të mirën e më të mirës sime. Në shuditje që mund të kishe nga ato, ndoshta edhe kafshë të cilat ishin mecene, të cilat ishin të ndaluara me ligj në kohën e bre, që t'i ofroje si adhurim për Perëndin e vërtetë. Le ta imagjinojmë me një mënyrë dialogu se çfarë ndodhi në kohën e Jezusit në tempël. Për ta bërë sa më të gjallë, për ta imagjinuar sa më mirë të gjë. Diku aty në një tavolinë, kemi një person që pyet, sa ke këto pullumi? Edhe ai thot, është bën kaq shekel. Është paraja e tempullit që përdoret. Edhe ai thot, sa thot? Kaq thot? Ore, nuk kemi Terezi thot. Ai tjetri atje e shet më lirë se sa kaq. Ule sepse nuk ka vlerë kaq shtrenjtë. Diku tjetër bëhet një pazar tjetër. Brenda oborrit të tempullit, imagjinoni. Një pazar tjetër. Kemi në këtë rast një baba me një birin e vet. Edhe zhvillohet ky lloj dialogu. Thotë, dëgjoj. Ky këtu i pasën me shumë të lirë qengja. Tani e shko të kajceta atje dhe më prit pak. Sa ta marr qengjin që ta blej dhe t'ia çoj prithet për ta bërë sakrificë, pastaj do ikim bashkë në shtëpi. Dhe do ham një drek, do gatuaj një drek që do të pim gishtat. Nuk do vonojmë shumë. Punë 2-3 minuta. Këto lloj dialogjesh ndodhin për ditë. Kështu fare lehtë. Pjesa e tyre më e mirë. Për më të mirin e më të mirëve, u kthyer në një vlerë të shkëmbyeshme. A kemi në zemrat tona prirje të ngjashme për ta zëvendësuar Perëndin me gjëra të tjera? Është vit i ri, është koha ku ne bëjmë bilancin, apo jo? Bëni bilancin me veten tuaj. Sikur se thamë që më përpara në kohën ku kishim për të rrëfyer mëkatet, është tamam një kohë bilancish. A kemi në zemrat tona pra prirje për ta zëvendësuar Perëndin me gjëra të tilla, me gjëra të tjera? Nëse po, është e sigurt që adhurimi Perëndin ka për të kaluar në radhë të dytë. Në mos në radhë të tretë, apo në radhë të katërt, apo në radhë të pestë. Nëse ne fillojmë të i hapim rrugës së keqes, të mos jemi të çuditshëm që e keqja do të ulet këmbë kryq dhe Perëndia do të jetë në fund fare, në rendin e fundit. Herët apo vonë, nëse do ta gjej veten tonë
e zëvendësuar të dielën për të punuar për shkak të punës, për fituar më shumë para, do të vijë koha që kur dikush na thotë pse nuk vjen në kishë për ta adhuruar Perëndin, do të gjej 100 arsye për të treguar se sa të vështirë ka dhe të pamundur ka që të vijë së bashku për të adhuruar Perëndin me neve. Dhe t'ju them të vërtetën, janë arsye mjaft të shëndosha. Janë të drejta, nuk i vë faj. Janë arsye të drejta. Nëse ti shikosh tek arsyeja, janë arsye të drejta. Por nëse i futesh rrënjës thellë dhe në rrënjë të probleme për kuptuar se çfarë ka ndodhur, atëherë do të shikosh që ai nuk është kund me Zotin. Por desa nuk është me Perëndin, arsye që janë të drejta për të. Ne mund të themi që duke bërë shumë shfaqësime, mund të themi për shembull që unë vi në kishë, unë marr pjesë në mësimdhënien e fëmijëve, jam mësues fëmijës, apo jam duke predikuar. Të gjitha këto gjëra ardhen në kishë, mësimdhënia e fëmijëve, të predikuarit, të mësuarit, të përfshirë me shërbesa të ndryshme që kisha ka. Ne mund t'i trajtojmë si gjëra mjaft të nevojshme për të na treguar që unë po eci mirë me Zotin, po bëj atë gjë që është më e rëndësishme pa adhuruar Perëndin. Por të them të drejtën, këto nuk janë gjëra që na tregojnë që ne po adhurojmë Perëndin. Jo. E kemi kuptuar gabim çfarë do thotë të adhurosh Perëndin. Çfarë vere ka shërbesa që bën besimtari për Perëndin? Çfarë vere ka fakti që një besimtar i shërben Perëndis me gjithë ato shërbesa, kur ai në radhë të parë nuk ka lënë kohë me personin që është Zoti i këtyre shërbesave. Çfarë rëndësie ka që ai del, si puna ime për shembull, për të predikuar fjalën e Perëndis, për të përgatitur për të predikuar fjalën e Perëndis, nëse unë nuk kaloj kohë me personin e fjalës. Ju duken të çuditshme këto gjëra? Janë reale. Janë të vërteta. Ka shumë herë që për ne që jemi në shërbes, të jemi përpara këtij lloji tundimi. Unë jam në mënyrë të vazhdueshme përpara këtij tundimi. Aq më shumë kur mund të jesh i zënë me punë gjatë gjithë ditës dhe të duhet të rendësh sa ndër sa këtej. Ato çfarë më vjen në mendjen time në mënyrë të vazhdueshme janë këto gjëra. Kam për të bërë të lloj shërbese, studimi, apo shpedikimi, apo më duhet të bëj një studim me një vëlla, më duhet të shkoj në punë, jam në punë pothuajse full time, në shkruaj, edhe gjëra tjera si këto. Edhe kur vjen mëngjesi, jam gjithmonë përpara këtij lloji presioni. Vjen lista e gjërave të çfarë do të bëj. Ata filloj duke lexuar Biblën për shëndetin tim shpirtëror, ata filloj duke u lutur Perëndis që të më ndërtojë mua së pari në shpirtin tim, apo të filloj duke përgatitur për predikimin apo për një temë tjetër studimi. Në fund të fundit, nëse unë punoj për predikimin, a nuk jam duke shërbyer Perëndis, nuk po bëj të gjë për Zotin? Ndoshta mund të mbush me një vetësim të them, Zot, këtë gjë po e bëj për ty. Është për ty. Ndërkohë që një zot tjetër nga brenda më thotë, vërtet po e bën për mua? Tani, si po e bën për mua një gjë, kur ti nuk po konsultohesh se si duhet ta bësh këtë gjë për mua? Kjo gjë është ajo çfarë ndodh me ne. Ne duam të bëjmë shërbesa për Zotin, por nuk konsultojmë edhe Perëndin se si duhet të bëjmë këto shërbesa. Nuk kanë kohë se si duhet të predikojmë, dhe çfarë do të predikojmë, çfarë është e drejtë për të mësuar. Nuk kanë kohë se çfarë do të mësojmë vëllait apo motroson. Nuk kanë kohë se si duhet ti mësojmë fëmijët tanë, ti ndërtojmë ata në fjalën e Perëndis. Çdo gjë marrë të mirëqen, e kemi ndërtuar strukturën në kokën tonë dhe shkojmë te fjala e Perëndis me një strukturë që ne mendojmë që është e drejtë. Dhe ai çfarë bëjmë është që ne fusim te fjala e Zotit gjëra që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo që ndodh me ata të cilët në kohën e sotme ne i quajmë mësues të rëndë, apo këta mësues të rëndë nuk kanë filluar si mësues të rëndë, kanë filluar në mënyrë graduale, duke mos pasur një marrëdhënie me Perëndin, derisa sot e shikojmë që janë larg Zotit. Besoj se në këto situata mund të ndodhemi të gjithë, secili nga ne. Qoftë edhe ardhem në kishë, mund të shndërrohet në një ritual. Në një ritual që ne i mbushim mendjen vetes si për aq kohë sa unë vi në shërbes, sa unë vi në kishë, jam në rregull me Zotin. E ke gabim? Absolutisht jo. E dini pse? Sepse në kishë shkojnë dhe fetarët.
shkruan e fetarët. Por besimtarët e vërtet nuk bëjnë kështu. Besimtari i vërtet është ndryshe nga fetari, sepse ai tregon që së pari ka një bashkësi të fortë personale me Zotin. Njeriu fetar nuk ka të bashkësi me Perëndin, absolutisht jo. Ai shkon sepse mendon që është mirë për të. Ai shkon sepse do të marrë nga Perëndia. Po nuk shkon për të adhuruar Zotin, sepse është më i miri, më i drejti, më i dashuri, më i pëlqyeshëm, i përsosur, i vërteti. Ai që do ta adhurojmë, ai që është sovrani, që është gjithçkapër, ai që patën nuk kemi dot asgjë. Besimtari i vërtet vetëm duke vepruar në këtë mënyrë, vetëm duke shkuar së pari në marrëdhënie personale me Perëndin, do të di se si të përballojë tundime. Do të di se si të marrë urtësi nga Perëndia. Nuk do t'i mungojë urtësia nga lart. Është gjua që përdor Jakobi tek letra e tij në kapitullin e parë. Kur ti jemi të tunduar, të përfitojmë në mënyrë të padrejtë një shumë monetare, dini se çfarë duhet të bëni? Duhet jeni në prezencën e Perëndis. Shkoni në prezencën e tij. Dhe nëse jeni në prezencën e tij, keni dalë nga prezenca e tij, do ta keni shumë të thjeshtë që të thoni jo. Aty rishfeti, aty korrupsioni, asaj gjëje të padrejtë. Mendoj që secili nga ne ka pasur raste kur është tunduar me të gjëra, apo jo. Nuk ka vend, nuk ka pozicion pune ku mos t'i kërkohet që të mashtroni, që të gënjeni, apo që të përfitoni në mënyrë të padrejtë. E dini çfarë kam thënë? Ai që më vjen çudi shpeshherë me kishën shqiptare në Komitetin e Krishterë është fakti që të krishterët në Shqipëri nuk janë të paktë në numër. Përpara disa vitesh, më duket se thuhesh diku tek 10.000 besimtarë të krishterë, nuk e di sa është aktualisht. Ndoshta duke futur edhe bashkinë e fëmijëve, nuk jam i sigurt. Po disa mijëra besimtarë, nëse po flasim për të rritur. Edhe nga njerë pyset e time, po ku janë ta besimtarë, sepse nuk i shoh. Nuk i shoh. Në jetën e përditshme shikoj shumë herë vende pune, pozicione pune ku kërcet korrupsioni në çdo pozicion, në çdo profil, në çdo institucion, në çdo dikaster. E kam vështirë të dëgjoj për besimtarë të cilët kanë dalë hapur dhe flasin, kjo është një gjë e gabuar dhe nuk duhet bërë. Duhet të themi jo. Nuk do të përfshihem, nuk do ta hedh frymën tim, nuk do të bëj këtë gjë që unë shikoj qartë që është mëkat për të kryer. Ndoshta nëse dikush tjetër mund të jetë në moshë të re, edhe është në kohën, në presionin familjar që të martohet, në presionin që të gjejë një bashkëshort apo një bashkëshorte, nëse ai është në prezencën e Perëndis, nuk ka për të nxituar për të gjetur këdo që i shikon dhe që i pëlqen syri. Por do të gjejë atë që është sipas zemrës së Perëndis. Sepse syri shpirtëror do të shikojë cilësi që Bibla u jep shumë rëndësi dhe na mëson për t'i ndjekur tek partnerja apo tek partnerja juaj e arshëm. Besoj se ka një listë përparësisht që kemi nevojë të rishikojmë. Kemi nevojë ndryshe të rishkruajmë, duke filluar me më të rëndësishmin përparësi. Edhe ky fillim viti që po vjen në mënyrë të shpejtë, duhet të na shtyjë për të konsideruar përparësitë tona, duke filluar tek ai që është më rëndësishmi për ne. Ndërsa viti i ri po vjen, kaloni një kohë të qetë me Perëndin, edhe shkruani përparësitë tuaja. Bëni një bilanc se çfarë keni bërë më përpara. A ka një gjë që keni nevojë ta rishkruani, ta ndryshoni, të rrëfeni si mëkatin tuaj para Perëndisë, të qani apo të vajtoni. Shikoni nëse kjo përparësi që ka qenë e shtremuruar në sy tuaj, ju ka shuar, ka filluar të shkojë në rrugë të gabuar. Dhe shikoni se si mund të shkojë në rrugën e duhur. Më pëlqen mënyra se si Perëndia e ka lënë pesë historinë tek libri i Nehemias. Libri i Nehemias përfundon me kapitullin 13 dhe dini kapitulli 13 i Nehemias është kapitulli i fundit që është shkruar në Dhjetën e Vjetër. Nuk është libri i Malakias. Libri i Malakias përshkruan historitë e fundit që ka ndodhur në kohën e Izraelit, por teksti i fundit është shkruar mbas librit të Malakias
Dhe tregon ngjarjet që ndodhen mbasi Nehemia erdhi dhe rregulloi gjërat që Nehemia i kishte evidentuar si mëkate. Shkrimi, kapitulli i fundit i djathtës së vjetër. Përparësitë janë të drejta. Në atë kohë me Nehemia. Pastaj kemi 400 sa vite heshtje. Cilat ishin përparësitë e kombit hebreu, kur Zoti Jezus erdhi? Kishin nesër me Perëndin? Mund t'japim shumë thjesht përgjigje që sikurse Bibla thotë jo. Por ndërkohë Jezusi bëri të njëjtin gjë. Ai erdhi për të rikujtuar përparësinë që ne kemi në Shkrimin e Shenjtë, që na jepet që nga librat e hershëm që na është thënë tek Deuteronomi, ligji për 3 në kapitullin 6, që kemi parë tek Nehemia 13, por edhe që na thuhet tek Mateu kapitulli 22 vargu 37 deri në 38. Jezusi tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Zoti na bekoft që të kemi përparësinë e përparësive. Amen.